Mara, nisë, se a ke po që blerim direkt. Nisë me, hajde, nisë. Mirë mrama. O, lumja toka, o, që shkel me kome. O, lumja toka, o. Hajde që thojnë, ka dikush ku shkel zbin bari, mo. Timt nejse. Emisioni I 63. Ama mirë me ftyrë ka bari, me shpinë ka bari. Ama merë vesh, ama nga këne. Populli jemi dashurin, ngullt në politikin, ngullt në kredite, në borë që deri në fët, dhe më dhënë po afrojnë zgjedhjet, gjithandej nga ka kap kjo vola zgjedhjeve në Kosovë krytën zgjedhjes po formohet qeveria, do më formu në ditë në është atash formohet. Ka zgjedhje. Maraklit zgjedhje. Në Maqedoni këna pas një 365 pol zgjedhje. A, kërkush. Sefa karon nga rame. Edhe KQZ-ja. Të ngull në zgjedhje, ama zgjedhje kërkush, nuk bëjnë ma zgjedhje. Ta shone, po ju tregoj publik jam I dashur që ka me nis ka pak me ju tregu se akterët politik në kanë pështjel në për parti politike, në për koalicione. Jenë lidh nyje. E merni një listë dhe e shkroni. Zhia dhe në sela. Per momentin. Per momentin dhe qysha, se më në të lu. Dhe në vënd. Baki dhe në vënd të emisionit. Dhe në vënd, dhe në vënd të zjedhem kërë të shohëm Ali Ahmetin, kryetari I Vlenit. Ali Ahmetin në Vlen. Nga jo, po du mja u kujtu edhe politikanëve, po edhe publikut tonë, do video që jenë bo për kampanjen e në 2001. 2001? Ja, se në Kosovë o botë tenë kjo. Për shemull, kur të njën gjuhtarë... 2001-shi. Kur për njën gjuhtarë të thonë që po I thojnë numri 2001. Ja, 2001-ta. 2001-ta. Të më në s'ka logikë. 2001 thuhet, edhe të tje. E, mirëma, me që O, qazimi, qazimi ti kalzoj. Me po me thona 2001-ta, njani dhe tek që këmë shajti. Ja, 2001. O, vlan, 2001-tën nga këna pas konfliktet armatosur lu. Qysh ta dzë zogu I gjepit të dojë, mirëma, shikus në dërun. Mirë se po takohemi në emisionet 63, mos të harojna me përmen, edhe është e vërtet, jeni me emisionet ma të shikuar në ven, kështu që Fadili nuk ka qef mos gjatë. Për dukjen tonë, normal, për dukjen tonë, kujdeset butiku Rina e cila gjendet poshtë këtu të qendra Mavrova. Në pranë në kërë bënë që të gjizën qiknej. Po mu më duke që qiknej asaj dyqani poshtë katën e parë, vetëm shkoni aty, për një zjedhe tash po vinë koha e maturave, këtyne gjërave, darsmave pak mi hina. Ja vletësën shumë, ja I doste ato që punën, është fantastik. Jeton. Po. Në 2021. 2021. Ne kemi pas zgjedhjet lokale, ama krejt kush ka marrë pjesë në zgjedhje lokale, tash nuk... Lumja duka o, që shkel me kome, o dyta... Me shpinë ka vari. Po shkojna me skuadrë. Publik, që kjo video ka qenë fushat e kampanjës së Bashkimit Demokratik për Integrim, mos u çuditni kanë e shirni aty, sepse tash keni të shpërndarë në për të gjitha partit politike në vend, kështu që merrni fletoret edhe shkruni emrat, mire tha jetoni, ndërkohë apeta azhurnoni e bani update. Jo fletore në kry. Po. Shkan me blerë në jërë qelë ca, po, hevi gjelip. Ku me gjyke, ku dalë gjyke, ja, po, hajtë. Shkojnë në materialin skuadra fitoras. Të nderuar qytetar, mirë se erdhët në karën e maratonës së zgjedhjeve lokale të 17 tetorit. Kare e ashpër parashihet në rrethin e parë, por sipas të gjitha sondazheve, favorit është skuadra e Ali Ahmetit me numër 3 dhe pritet që të fiton në të gjitha komunat. Kjo skuadër nuk ka të ndalur, nuk njeh dështim dhe do t'i bën komunat tona edhe më të blerta, edhe më të mira. Dhe ja pra, fitore! Ashtu si që edhe pritej, fitore spektakolare e skuadrës së Ali Ahmetit në të gjithë komunat. Çfarë gare miq!
Qëre tash është mirë me spjegu pa, ky që e zuni vendin e parë është kryetari komunës Strugës St. Lizes të Amerikës. Ku për neve? Të mënë zuni vendin e parë atë në video. Ja pas ka pas një zemra. Publik, edhe arta në grupi është lisën e zezën dhe se kanë hekë. Dhe më dhe nuk ka këthynë Maqoni, është dikun në mërgjim. Kryetari Ali Ahmeti është i mërguar. para 2 ditëve tha, knena është afer, prapë tha. Po, a? Po, tha, nuk komunikoj, po tha, është knena afer, dikun në trojet balkanike. Dhe më në maherët në trojet shqiptarë, ta është balkanike, sa të na interesohi që kuan se na i vjedhi do pare dhe shkoj që ashtu ka thonë gjykata, na nuk. Po, Nuk e dim ata për thirin një. Hajde, se doja t'ka orë, doja. Po, jeton do me thonë, qaja ke skuadra pitores tash për shkujna me aleancën e seles. Ja, më balë që ja që të me komentuën e pak. Hajde të marak, jetë me komentuën. A më ngo, One për besja se shkojtë. A me nume si viva fresh, to. Ja, se e kryta. Në fakt, one ketë që ka kesh duke menu për ato, ai që ja ka propozu idenë për këtë reklam promocionale për zgjedhje, vërtet asë nuk i ka dasht, asë i ka pas kolegët mirë, veç ja ka dasht keqen. Mi nëzirë dë bura, të nashë atë, e kishe po përmeqatëm, e kishe përzohën, pjadojnë a dorën një tjetët. Allah në dërtonë, pasha zëtë. Atë kujtojtë autobusi për të këtë? Ku edhe aja u kone. Qashtu a kondi qysh? Edhe aja u kone keq, që kishe o prejtë autobusi. Jo mërë, nuk ke problemi që keq, përveç që keq Allah runa e keq, e s'de ke me thonë kur gjohë, kryetari Strugës e zuni vendin e parë, di shka të ishin me thonë, a për në Lizez ishin të ngoa. Ja, aja ke lezë gjika që njoni për lodhet edhe... I ka përpas. Po, shkojna me aloncën e seles. Mas të u për mbaktin. Ta këshyrë, publik, mone me, ndërkëqyrni këto video se i keni pa dhe në bastin e videove keni shku, keni votu. Runë se gjysa e njerëzve që janë për video tash janë për partit tjera. Do anë mere kalkulatorin. Në shohë, s'ka lidhje blerim. Na dhe folëm edhe në shohë. Shohë, aleancën e seles. Hajde. Jeton, Afrim Goshi. Qërë. Taravari. Ziadin Sejla. Ne, se në atë kohën konë alternativa me alternativen bashkë me një koalicion. Edhe tash, apo gjithë tash, Afrim Goshi janë në vlenë as kryetari parlamentit. Sela është me Bashkimin Demokratik për Integrim. Me Alin. A Taravarja me vlenin, po dulgi vlenin, po shkon të Ali Ahmeti. E tash ky Sela shkoj një ditë në Reqic, u taku me Ali Ahmetin, mi thonë, mos ma berë knena. Edhe kishtë thonë, nëse, këshërebe, ma e menë, se ti je njësi mirë i punëve politike. Po, vëlla parti. Ja, nga. Jemi pas marrë veshën e... A i din që deklarate ka thonë. Të gjithë ata që kërkojnë falje publike kanë derën e hapur në koalicionin tonë bashkë me Bashkimin Demokratik për Integrim. E ka pas fjallën në për këton që ja ka përqa partin. Okej. Ama që kja falja dhe gjyshbe, fadel fartë më dohet kur të azi, kur i thuk dikujnë adem falë. Ama publikisht me dojnë? Po kur ja bënë, unë menaj që pranim falja, ose kërkim falja është në momentin kur ti e bënë pa qëllim, ama kur ti e bënë me qëllim. Edhe ta një thu... Po dalë po kërke falje? Kërkëm falje është apë mërë e... Jo, këja veç me mashtru popullin të mënë, se këta janë... Mirë që të hi syve popullin. Këta janë mashtru së ordiner. Mashtru së ordiner janë. Sërësisht e ka këta që ishtë a thash mërëm. Allah i shmirt. Allah i maru më se laftë këta. Shkojna me një video tjetër e cila ka qenë e Bashkimit Demokratik për Integrim, e që në të ka qenë... Je, mëse... Okej, hajde në ndjekim videon, blerim. Hajde, mëse janë materiale. Në shrezonin ba. Godina Universitetit Nën Tereza, gratë dhe të rinjt do të përfshien më tepër se kur gjatë këtij mandati. Zgjerimi i bulevardit Cvetan Dimov, rruga Brigada Maqedono-Kosovare, do të zgjerohet në të dy anët. Kjo është garanca e fitores. Kjo është Bashkimi Demokratik për Integrim. Visari është i dëshmuar bashkë të gjithë këta me mu qëndrojnë pas Visar Ganiu. Votoni Visarin, sepse me Visarin do ecim përpara. Blero Qairin, voto Visar Ganiun, rrethon numrin 3. Bashkë. Prit, jesë të të pak me ta spjegu. Jesë, po mirën me... Cvetan Dimov është qaj asfalte atje ku i banju në ato 4 kilometra. Ba dole atë, falë vadin. Tash... Me vlenin a Visari.
Nëse do, nda partia, pis zjarit, tani u banën të ftoft, tani u banën vlen. Për çfarë po ta merr shënime, moj? Ja, ty be Visar Ganiu është në Vlen, nuk kam Bashkimin Demokratik për Integrim. Popull i dashur. Po. Në Len, tash se vëja... Po, vëja s'është, ma. S'është, është lejni. Tani hiqet leja, N. tani eja, tani e më. Veç M. Nejse, më një shka dush me tha me këtë më, ama... Ja, u konë edhe një marke një et M. Me se reklamo se arrit shqitjen asaj më. Falë, se ndërpeva. Jo, është e rëndësishme me thonë. Te Cvetan Dimovi, Visar Ganiu, hiqe që dorë për kuadrit. Se më pëngonë se... Po, e shti. Te Cvetan Dimovi, besoj që kreti një dëshmitar që kur gjanë sa banë përveç ati betonit që e këtë qitë Shiligovi, edhe... Kush ke Shiligovi? Shiligovi, për se dia e kam ba materialin atë në falderë, se dia e kena shumë materialin me kryetarin e Tiranës që ka pasardhë. Na e kemi po ato, po Ama me lëshu se kemi lëshu. s'ka lidhje. Shiligovi e ka pas qitat betonin në pandemi edhe ka meta i betonin në atë rrugën edhe nuk ka zgjeruaja. Visar nuk ka... Qyshket Cvetan Dimor. Cvetan Dimor, nuk ka zgjeruaja rrugë. Visar zgjerua ose të qysh ta kom dhanu në idejnë, banë një asfalt prej këtu deri të vero përmi. Përmi, po. Sikur ndorës, ka rruga e plazhit anej. Ti që banë vërë ndës tuba, i qëta s'ki nevoj mi prej drunt, se ade thamë në emisionin e kalum, kus një drunt që ta pengon, rëmcallë. Ja, hiç mos me pas, do më thonë të bëja i druni, do më thonë qatë jem me konë, qëtë me qilë kanalin prej e qëtane. Se për pengon. Qa i pengon, gjithë që i pengon. Do më thonë, Visari tash mere shkruje, Visari nuk ka me Ali Ahmetin. Ali Ahmeti i tha, popull, 2021, para si ka ala 4 vjetë, do më thonë tash përpin zjedhët edhe pak, me qëllim në emisionin tonë, ne do mere me gënjeshtrat e tyre, Edhe mi po, sa të pas skrupull të janë, me një falje publike. Në raport Me votusin. Me votusin. Me popull. Me na janë në intervali kohor, për 3 vjetë e diçka, mos me ditë kush me kanë është. A është këmë me këto... Qëto reklama mundesh mi marë, edhe me ilshu sëtë, sepse Bonvakia apet këthejhe në rejtë që në kejtë. Mund me ndodhë që në zjedhët e arshme, njëtë atë reklama i përdorin se Visari shka në BDI, ky shka në atje, kejtë aleonca bot bashkë, këja këthen vullat. Jo, vullat për ndohet i kapitu me legjë. Pa një dhe, po kënë tash se ka metë pa parti. Unë nuk e di së kë... Nuk ka vëtës të po këtu. Se di qysh... Nga, këta mas mirë t'i vedlo është sikur që kjo video që e kanë bo, mi o ka punës me pununa i sen, kështu ka shpia. Hajde të këshyrëm që t'i gjatë? Lësho blerim. Hajde. Këta mas mirë t'ja jetan... Veturën të parkova në vendin ku është e lijuar. Kësaj radhe të shpëtova nga Marimanga. Kujdes gropa. E nuk ka gropa ma. Ka Gjeri Bezgjeti Sarat. Kusht të edhë, vjen bejta të edhë me të rinat, pinë shpi. Ja, prande. Mave komandanta, ti po e këbër logo? Që njerëzit shpetu që di qash punëtorë këta. Kusha të në lyë koridorin. Unë e menoj... Ne filluam të punojmë. E valla është njëri ka pak... Problemi me UNESCO nuk është prej tash. Ja, shqip. Unë e menoj që është mirë mja njësi me punon ka pak, e mi lyë, e mi ba... Që shëmica që ka Vepro marrë, drejt, voto blert. Kjo ishte një fore e Bashkimit Demokratik për Integrim, se u pat fol në atë kohë që janë dikun të 6 miliard euro të Bashkimit Evropian për gjelbrim. Për shkak se ngroja globale, shikus tonë, din ngroja globale pëndzin planetin, se në vene dhe u përmenëshin një 6-10, më shumë zini për fjallë, se na me euro për 1 milion e për pjetë, zdina ma pak. Po, jo. A ke po edhe kur t'jedhëm kem qef 1 milion. Po, erë më laksujnë. Po, thojmë 1 milion edhe blitë bëmë me milionera. Po janë konto pare dedikume, edhe pa të bëmë Bashkimi Demokratik për Integrim një trik, kishë një në partije gjelbërt, edhe që ajo që kjo aty artoni ata që erdzeshin, është UNESCO i ka pason mjedilshu në plazhat në strukë se
ky vendi është për turista, për sa janë të vendet mbrojtura me UNESCO dhe kishe prishëm. Vësë për video. Po. Deri sa s'fillojnë politikanë mja ekin bërlogin për të shpija, që shë kanë bërë video, deri sa s'fillojnë si ajtë në Zvicër që ka ongrat forën me ly. Me ly këtë pullën e zidit. Këtë pullën e zidit problema. Apo shkojna jeton që me mbyll këtë pjesën e fushatës edhe në emisionet tona do ju tregojmë kush me ka nasht. Në vazhdim. Në vazhdim të emisioneve. Ju mundi me thonë që kjo si një ka bërë një kur gjë, po është shumë punë e madhe, juve mju drejtu, për shembull, në javën tjetër ku me kanë Taravari. Se se dime. Po, jo që se dini, se dim as na, po ty bo, kadal. Nga, anë po shkojnë edhe me selën pak, adi që me salona onë, është se thoi një... Ja, se preket. Felshojnë a selën pak, të folin telefon. Hajde. Se Taravarit është ka dollë, po s'dijan të folë me selë, s'pëdija të folë me Taravarit, na me kanat të folë. Në këtë angojmë, shre pak zonin? Ta mo drenë, si e? Me gjallën e vetëm nuk. Dëshëroj shpejt drenë. Po, do bëjmë një trotuar aty të shkollën. Nuk do jesni më nga rruga më të. Gjyshi jëtë tha si do në ndihmoj edhe ai. Po jo më drenë. Se lodhim e atë, dhe pastrojmë edhe ajrin, që madhja as asmët mos e lodhi. Dhe mos i thua as babës, as nënës tonë, që duhet t'ua bëj surprizë. Do bie edhe vllau nga Zvicra. Kështu më tha kufon. Do bim të t'marri Të spjegoj me shumë njerëz. Të spjegoj qëka e të. Me shumë njerëz. Ti thot më si kalzoj gjyshës se dhe pastrojmë ajrin që mos me astmja. Mos me mëno Ky skenari publik i dashur. Kjo është alternativa juaj. Hiqe mari, hiqe Blerim, hiqe se së mbisha. Hiqe. Dhe më nervozu. E më nervozova. A vëro një djallë të shkolla, që të është ideja. Edhe kërë thje dritë më stanin se të regulojmë na. Po, i regulojmë. Ordaj, tanë. Unë me më të bo beje në fejë që qaj të rëtoarë në këftë regullu pa i mund dollë që apë i kësoj dhjeja. Dhe më thonë su regullua e s'ma mërmenja, edhe pse po dyshoj, me gjithatë këto videoreklama që i pam, vërtet nga këtu, edhe përveç që jenë mashtrim optik, unë e pashat kryetarin, dhe më thonë, kandidatin për kryetarin i cili thët, unë e ta parkova makinën tonë që mos më ta marë Marimon, a i thojnë kënej në treva tona, shukën të gjithë karatreci, për një me, t'ja kalëzënja me që jem këtu se më kujtu e bukur. Kesh Tirani hetë, edhe veç unë me tabela jotë Shqipnis, ma kish pas marra, ta kish pas su atje. Karatreci. Edhe mirë shumë, shkova për lypi kjerën tash mos ma këni pobes, të një kjerë e lash ta e kam marrë karatreci. Tash vëllaj ka kanë e varaj dutë edhe në pimer ka aj kjerët. E këta për njëfë kanë. Po, tash ku e ka qua, e tha, a zakonisht ta kur i merë karatreci dhe e qënë të vareza makina. Pas ka dek kjerë. Leqi ma pas ka ndjerë. Po, pas ka dek. Po, edhe pas ka marrës. Edhe ka ndjerë. Pasha bese më. Pash kuj na i thënë veju karatres, ta ju na i thejme ati sa i marimongës. Që mos zxatemi, a i tha ta parkova makinën visari se ketu ta marrë marimongës. Jo, banë parkingin. Jo. Banë parkingin. Problemi është që visari as vetë kjerët vetë sigra. Se ka shoferë. A që shpëllu krej qytetarëve ka dalja për ka parkua? E po tash, ideja është... Ti me se analizu, bashkë që? Ja, po du të me analizu. Arrenën du të me analizu. Ja, du të me analizu deri në detajën e funit për shkak se a i kjerët vetë nuk i gra, e po dele për ta parkojnë tonë. Po për mos mi dolla t'i punë me parku kjerë në përqajer... Vesh që banë parkingin. Ta një fshat mirë. Visar, kryetari komunët, bani parkingjet, na vina vetë parkojmi, nëse na i qëtë se po vim bëmi na vina edhe vjenë në Macerati, edhe e pagujmë vetë, edhe ty s'kibe kasa vetë, pa di që të shkën dita pa punu gjo kryetar, ti parku kjerë, ti së mërë pjesë asë në mledhi. Të edhi kryetarën, edhe me parkoma gjithë kjerë. Ajde të ma olla jem kryetar aty, a që ledhë një furë tash aty ngatë, ashtë edhe një qajtore,
Pasha lumin Allah që po atë jetoni. Ti nuk e ki iden ta mandu me him me dola, me hinja, autoban. A qelë një furë, një qajtore, dy qajtore, dy kafe, një kafe në park. Një kafe e gjys. Një kafe e gjys, te kafe e gjys, ta seriozisht e kam vista. Pse s'pe bën biznes, bile qatë ma Po, zonë industriale. Zonë biznisore, dhe më din katin e 6 me se pas drejt njerëz me jetu, kretë me ka zyre. Por që jo të gjithë politikanët veprojnë kështu si që veprojnë këta tanët. Ja, nga, këtu. Qa që janë rëndësa? Qa që janë rëndësa? Ma këtyne se ftyrë s'ka. A shkojna me po Jo, s'ma shkojna. Po shkojna me Bilal Kasamin se e kanë vetë. Sa është tash tem. Jeton, tem është. E kanë pyt. A është taravarin qeveri, a ka shku me Ali Ahmetin, a është halon list, gazetari jo në ka vetë bashkimi. Hajde të angojna shka është përgjigj taravarit që ta mbyllon këtë pjesën e zgjedhjeve lokale të normalitet. Do e shohim deri kur, edhe do një ditë. A keni caktuar me diçka se ta keni të një datë diçka deri ku nuk e di. Ne jemi të akorduar për timingun dhe dinamikën e veprimeve të cilat do të merren në ditët në vim, por ajo që është me rëndësi, që e kemi thënë bashkëpunim me BD-n dhe qeverin nuk ka, dhe këtë e kemi të akorduar edhe me kryeministrin dhe sigurisht në këtë drejtim ditën vim do të ketë edhe veprime konkrete. Ama, shkimik. Edhe pyetja, Arben Taravari vazhdon të pjesë e ministrës. Hiç e vleri. Të spjegoj jetan. E pyet gazetare Arben Taravari është halon listë. Nuk ka, jena kena folë edhe me kryeministrin, te na nuk ka atë BDI-a, anë me neve, anë listë, anë qeveri. Aja është halon, pjesa e Taravarit janë halon në qeveri, edhe drejtorat dhe ta. Besoj që do heken, se s'ka kuptim. Po, shka është të rëndësishme pse e kena zgjedhë, no. Popull, dhe më thonë, a i del pi koalicionit, rrinë në qeveri. Nuk e ka problemin atë, se politikoni ma i keq në Republikën e Maqedonisë, për mu, personalisht. Mos jap epitete. Ma i keq, në politikë, nuk më thonë si... Politik, po. Është Taravari. Tash ai është të e menu se jeton nga. Kur vinë zgjedhjet lokale, ai ka shans me humb edhe komunën e Gostivarit. Sa më mirë unë po dal qtash prej qeveri se po bona kishe adin jes për nangojnë, së më po hecim për para, anin aklina, e me eru se jetë pa asni burim... Pa asni tyrë. Burim financiari, thojnë ana, ose menagjimin e komunës, që shtohet kështu në politikë. Pa, me menagju parat e komunës. Kështu që ka pasha... Ma, me së më shtej. Qure? Natë, biqpak, masi, seriozisht, se kështu ku kena shkru Emilin, masi jena të Bilal Kasami që aty, është Emili. Po, vilëshohem të Emili. Vilëshohem i pak të Emili, që mësë se, kena njësë dhe barrojmë, i kena po do vjetë. Do vjetë, jem po 63 emisione. Shkojnë pak të Emili, do më thonë nësë dënit blenin të pia, keni Emilin përballë shkollës Liria në Teto, e cila ka mbi 600 lloje të pijave, e gjenin të gjitha rrjetet sociale. Faleminderit Emil që jemi neve në çdo emision. Besoj që ka koha edhe për sponsorin tjetër. Koronadente në Prishtinë Dardani, domethënë për secilën gjë që keni nevojë, sa i përket dhëmbëve, mundeni mu drejtu profesionista të vërtet dhe keni me kalu jashtëzakonisht mirë. Mos harroni në qovë se veç keni nevojë me shku me e vizitu Koronadentin në Dardani në Prishtinë. Jeton, na vazhdojna me emisionin, jeton. Po. E kemi zgjedh presidentin e popullit, materialin, për me i dhonë mësim krejt atyne politikanëve që i pat në emisionin tonë, e që i kemi në fatkesisht, e që kur qysh heqbre, kur bre vëlla, kur kanë mundru, seriozisht e kam, kur kanë mundru. Sali Berisha në Shqipëri, hala po konkurrojke. 81 vjetë. Edhe ko gjafëqishëm, thanë, do ka me fitu. 81 vjetë, nuk e di qa fitan, po... A qaos ka fitan, shka ta mërmenja. Qa mën me fitu Berisha atje? Nejs. S'po jep shaja.
Ja, nuk ka për emision, shkojna, Blerim. Ja, pej treve për thetë ku me fitu gjithë shka. Gjithë shka, po dhe pi aty në 3 partive. Pej 3 partive. Pej 3 partive që janë gari, mërë ishin bën 11, e bana në sondazh në rjetët e mija sociale, Pse dohet me provu ku ka shqiptar me qel një biznes, nuk i nevoj. E qel partin. E qel partin, aja është, në më dhënë, ti fitan me partija dhe shet kur gjë, as detyrohesh me ble lanë të parë, as kur gjë. As lanë dytës. Veç e qel partin edhe të falë të zoti shnetën. Jo, ma ke qunë një fotografi? Qysh e jetën 11 parti. Janë të, si i thojnë asajna, të licensuara nga KQZ-ja. Dëmon 11 grupacione se në vene. Dëmon u bon Shqipnia me 11. I pat një e në verin, tash bëllë aty në me 11. A shkojna me materialin si duhet të jetë politikani. Dhe ndëgjën e populli dashur se edhe publik i ngullë në politikë, sepse moni me menu, qka po dojna me thonë me këtë material duke par atë që e thamë pak ma herët. Lëshua, Blerim. Presidenti që po bëhet legjend, Ibrahim Traore u zgjot presidenti Burkina Fasos në shtator të vitit 2022. Vetëm në 3 vitet e para qeveri, ai lau borxhet duke ndërtuar fabrika domatesh, hoqi taksat shkollore, vendosi shërbimet e ambulancave 24 orë në gjithë vendin, reduktoi rrogat e politikanëve në 30% dhe rriti rrogat e punëtorëve publik në 50% dhe goditi rënd korrupsionin. Po si arriti gjithë këta ai kur vendi klasifikohet i varfër dhe pa para? Mjaftoi që të shfaroste vjedhësit e Floririt, qoftë francez por dhe botëror, të cilët që ku nuk ma e të mend, shfrytëzojnë minierat e arit. Dhe kështu, ai koncensionet i dha popullit të tij. Kjo rriti buxhetin dhe lëvizjet e listës që përmenda më lart rritën prodhimtarin nga 18 deri në 22 miliard. Por Ibrahimi dëboi edhe trupat franceze nga Burkina Fasos. Madje vendosi dhe ligj që risorset e vendit të mos dalin jashtë. Ai e di shumë mirë që një pjesë e madhe e buxhetit shtetëror francez vinte pikërisht nga populli i tij. Ibrahim Traore është i pari politikan në kontinentin afrikan që nuk pranoi të marrë rrogën, sepse siç e deklaron dhe vet ai, nuk është e drejtë që populli i tij të vuajë, dhe për këtë ai mund t'i jap dhe jetën. Në fakt, tashmë është i rrethuar nga mijëra ushtar, sepse është kërcënuar me vdekje. Si thoni, a ja vlen? A ka bërë mirë apo jo? Në sintezë, të gjitha vendet janë të pasura, por mjafton që të luftosh korrupsionin dhe vjedhjen. Pra, mjafton pak për ta bërë popullin të lumtur. Po në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Maltëzi, çfarë kanë bërë? Jo në 3 vite po flas, por në 30 vjetët e fundit. E thonë, shka kanë bënë 30 vite të fundit? Në 30 vitet e fundit, janë në për parti e kush kërkon vendësën ka za. Edhe gjoja kryesore që kanë provu me kanë provu në këto 4 shtetet të cilat u përmenden, me u pasunu në baza individuale, politikanë të cilët janë të korruptum, në listat zeza, në faqet zeza, edhe duke mos me ndu as pak për popullin. Qka në jep me kuptu, që në zgjedhjet që vinë, si në Kosovë, si në Maqedoni, si në Shqipëri, si në Maltëzi, dohet të jemi vigilent, e vërtet mos të votohen njerëz të korruptum, edhe njerëz të cilët si kanë mbajt premtimet. Këta njerëz janë po të njëjtit ata që kanë qenë, veç që provojnë me petkun e ri, me dalë edhe me mashtru, sepse ndryshimi i pozicionit nga një parti në një parti tjetër nuk do me thonë që ty të ta ndronë mendësin. Mindseti mbetet i njëjtë, por që në kohën që të në gjendet, a i provon me bo fiskultura për me qëndru prapë në pushtet. Kështu që... Hojnë ja hajnë. Duhe në rutroni këti popullit. Po, kadal, se po vinë. Që regulohen, por që dohet mas pari ne të reflektojmë edhe të zgjedhëm njerëz, edhe të javdojmë një mundësi, Fadil, jo 5-6 mundësi. 2 mundësive, 2. Ose 2. Aja e dyta me kanë e re. E pa provuar. Jo, menaj që kjo kast politike si në shtetet e Ballkanit që falëm, menaj që është riciklim. Se ma shumë se 2 mandate na, kur gjëbe nuk jem nevoj me zbulu. Veç e këqyrë Ameriken. Qaq. 2 mandate. 2 mandate dhe istë të shpia. Edhe ti shkën si president, si administrat, shkruan libra, shet libra. Bash bestseller, tririn në për emisione, ka të zamë të shka për jetën.
në për ekspoze gjëra se në vene edhe shëndet egzime. 25 vjetë po bëhen gati, për 2001, kur ka qenë? 2001. 23-4 vjetë, 5, po bëhet që ne kemi demokraci, pas marrëveshjes së Ohrit, ka pas PDSH, PPD, PDK, FTSH, FTSH. Sot ende diskutohet në Republikën e Maqedonisë çështja e gjuhës. Çështja e inspektoratit të gjuhës. A duhet mbyllet, a funksionon, a nuk funksionon. E kemi thënë për emisione, çdo marrëveshje që është gentlemane është vetëm për në WC. Po, a shkojna pa ditë pak ma shpejt, se jena bunë me a ka hecë emisioni? Ka hecë emision. Mira. Domthon, ne si popull jena pak gjak nxehtë. Pak? Pak, e që punën e gjak nxehtësisë duhet me kanalizu në produktivitet e jo me urrej me kacinja. Shkojmë në Malishev, shindol midis asfaltit u rreshin, e më duket që edhe politikanët jetën na kanë kuptuar çfarë populli jemi dhe për çata jena në çë gjendje. Mesi. Ja, në Slatin, s'ka lidhje në Slatin, tani e ki edhe Malishev. Ren shajtu urrej, hajtë shoj pa. Ren kanë jave rrahje. Pa. Këtu jenë kanë, a kanë një gare ka organizuti kush prej Shkupit, jetën në aeroportin e Slatinës, e dhe unë kam qenë atë prezent, po se kom parë rafjen, mas ishim dalë na, ishin kapë mërrej, ato ja këm zaven në parë, jetë dytin, jetë tretin. Këshërë se e ki edhe në Malishev, blerim, e kemi, mos rreni popull, mos rreni, bani pak më kreativ, prime e kam. Moni, gara, veni para, që? Pa mazë ma keqë edhe gruja atë. Pa kupton jetën. Që? Tash, a i din, s'ka lidhe blerim heqe, a i din jetën pse janë zgjedhë të materialit. Se jo veç populli, edhe deputetet. Deputet që janë në garë për të bo deputet. Deputeti i PD-s, por që është në garë dhe kërkan vot. E ka rejnë kam janë gji. Po në anën tjetër dele rejnë një votus të vetin. Votusi që është rejnë, dhe manë që është rejnë, shumë blerim, se s'ka lidhi, na mujna dhe me komentu gjatë ndodhis. Aje reja, si falem na, si falem aje ka do menen me rejnë. Që i shkreti për buk gojës vetën, votus, punëtor. Po qështu do të në rej votusi? Po. Po qështu janë të në rej, po si në të evrej. Jo në aspektin financiar, se në aspektin financiar ta e bojnë qdo ditë. Po edhe me shtaka? Masit në kryin financiarisht, ma në hybë hungarë dhe. Që qështu? Dëmonë, Besir, hec va kon, am ke votu po. Hec. Ngupe. Fake. Edhe... A e dim se vlerim, na jena qaj popull që kut na vje shurra e bojna shurrën. Do më anë pëse në viti 2025 shekullin 21. Në Zvicër nuk guxon me pshurë se të vjen kvitungi që ke pshurë edhe ke djekë barin me shurë se këme di që ka ke pinin atë ma përpara. Një aktor i njoftur në Shqipëri është dvesh si Edi Rama dhe ka fillu këtu fenomenet me i qitë në pa, e që na po i ndihmojna me këtë video që ta qetë një diçka në pa. Ta ndjekim që ka zonë të e shku në votën. Sa pa këtë votën. Je të shku në votën. Sa pa këtë votën. I thot, a do në të tregoj programin politik? A do në të tregu programin e partis? Qëre, për me a ka i më parë ka, po kërë tha diqish. Edhe se ka majtë për prostata. Edhe në ditë për dilë, dhe më thonë, nuk e ka i që të lashe, vishë në alë edhe krynë punë edhe pa... Qëre, na mujna me gjyku jetën, po për me ka më se ka ve tensionin në najsena, vedin... Mani. Me gjitha të mena e që në vende publike du të bëjmë kujdes, por që edhe kja ka një marifet që
mungojnë me siguri vecet publike dhe si pasojë asaj njeriu detyrohet kur e kap nevoja fiziologjike. Qaza e një të tha, mungojnë vecet publike, mungojnë edhe diçka publike këtë të natë. Qazem duhet këtë popull me qetësu edhe me diçka publike, jo veç me WC, se WC hinë e ban një tro shurë, një tro kokë. Për atë pjesë unë nuk e di. Unë propozoj që të bëhet, dosene do të bëhen publike se, për shembull, në Amsterdam atje ku nona e publikut, krejt populli është i qetë. Rrinë qetë. Po, normal. Se a publik? Normal. E kanë publiku. Amo, për që kena rëshit si shëshni, e shoj materialin në VM. Jo si shëshni, edhe si popull, edhe si kam. Që këqërne? Qërne. Qka ujë sa mja. Qka ujë sa mja. Hajde. Hajde. Kjo veç kur t'ja njësë, mund gjitë në për... Dhe shish kur u ka të rridhë në plep. Herë që blerim këtë vatë dilingjie, E jeton, a pajtohesh që për këtë gjitha punët, fajet i keme... A, ka një kongë qështu? Ja, ti po e thu shpesh, po do këtë si kongë. Për të gjitha punët, fajen e kemi ne. Kja ka njës mjë bo sjerim, ta shpit do këtë që e këna një lirë shaqirit. Po, do lirë shaqirit. Popull, të ndëgjani një video, mas këti ma bitë temë dhe të jetonit dhe kuptoni pse jemi në që gjendje, edhe mos harroni për gjitha problemet, për derën që ja kellon gabim oborrit, për udhën që e keni nxatë bashkë dy kojshije dhe e keni ndo për gjysë, nuk e keni la ka 1 metër e gjysë, kur vjen ndihma e parë s'mund me hi aty, fajet i ki vetë. Për gruan që e ke zgjedhë ki fajet vetë. Për shtëpinë, për planin, që se ke menu për 3-4 fëmijë tash ngosht e vinë me safer ti ki fajet vetë. Kredit që e hi ki fajet vetë. Që ke votu gabimisht i ki fajet vetë. Shoqnin që ke zgjedh ke që i ki fajet vetë. Duhonin që ke njës me pije ki fajet vetë. Ati, krejt fajet vetë i ki. Dhe më mësja le fajet në kërkuj. Na veç po mënuam me të këfil, e materiali që vjen në vazhdim, besoj që njerëzit dhe e kuptojnë ku jemi ka të ndisur, pse jemi ka të ndisur, se edhe për shkollë, edhe për sistem, edhe për krejt fajet e ki vetë. Dërim. Dikur, sa po njeshe me dikët të pyeste, ku punon, qëfar shkolle ke bërë, sot nuk të pyet më kush. Suksesi nuk matet më me arritje intelektuale, për me qelsin e makinës që mbështet në tavolinë. Nuk ka më rëndësi se kush je, por sa ke. Prindrit vazhdojnë sakrifikojnë për shkollën e fëmijëve, por çfarë marrin mbrapsht? Mediokritet, një sistem pa fonde, programe të dobta, nota që blien, profesor të dorëzuar, nxënës që kuptojnë se suksesi nuk vjen nga dia, por nga pushteti, nga TikToku, nga partia ose nga shtëpia e barit. Kreatura nuk është më turp, është strategji karriere. 100 vite më parë ishim pranë detit të palar, pranë dritës të papar. Ishim të varfër, për të etur për dije. Po tani, pas një shekulli, si përfunduam këtu? Përgjigja është lartë, jo në qell, jo, por në pushtet. Ata që vendosin e kanë kuptuar një gjë të thjeshtë. Një popull i shkolluar bën pyetje, kërkon llogari, nuk është dele. Ndërsa një popull i shkolluar keq nuk pyet, ai pranon. Maksimumi ankohet, pse nuk më jepni dhe mua një mundësi të korruptohem, ë? 100 vite pas Fanolit, ne kemi shkolla që prodhojnë meme, por jo mendje. Kemi deputet që mezi shkruajnë emrin, e jo më ligje. Kjo sepse arsimi është sabotuar me qëllim, për të na bërë më të bindur, më të heshtur, më të varur, në radhë për një vend pune që fitohet nga ai që gjunjëzohet më shumë për të puthur dorën e duhur. Ndaj s'na çudit më as kur dikush shfaqet si kandidat për deputet dhe s'ka as diplom gjimnazi, ama është gati të bëjë gjithçka për kushtetutën. Sepse kështu e duan Shqipërinë, si një ferm kafshësh, ku askush nuk mendon me kokën e vet. Se një njeri që di nuk mund të jetë sklav, një njeri që di të nxjerrë zbuluar, një njeri që di është makthi më i madh i çdo pushteti. Është viti 2025 dhe ne ende gjejmë veten pranë sofrës të pangrën, pranë dijes të panzën.
Mas kësaj, vërtet nuk din njeri që ka me shtu përveç që krejt që ata që nga ishin ma heret me atë skuadrën e kam pru qit deregje dhe mu degdis këtu ku jemi. Vërtet në baza individuale menoj që do të me fillu me u marë me fmit edhe me provu sot mundet njeri me i eduku edhe me i emancipu që vërtet me fillu edhe me mendu me dasht venin e vetë. Shka me bon që së varet për i prindit sistemi arsimor. Nuk mujna me ndërtu nga shkolla, qerdhe, apo kupton? Unë po menoj që... Ata po punojnë që me prodhu votus për veti. Unë po menoj që për te i kësaj na kena obligim edhe kërë shojmë që nuk po hecë dhe dohet me gjithë solucione tjera se si me botë mënshme ose të mundur, mirë të regu fëmijëve që vërtet këta janë thënë botë të keqja e kësaj shoqënie. Sekonda, e keqja e kësaj shoqërie? Thënë vrasht, inshallah Zoti i drejton sepse kjo është... I drejtojmë edhe na, publik i dashur, të kutia e votimit. Që 25 vjetë s'ka ndodhë. Që s'ka ndodhë, po do t'i drejtoni të kutia e votimit, e ne po drejtojmë ka marketingu, sepse ka orë koha e marketingut. Jetën, pelshojnë që ata talentin e gjumit, blerem, që talentin se në fund, po dojna pak me nreq, para se me shku me rjetët të nga sociale, e këshin pyt njën nga një qika ki talent, ta këshyrum qëfar talenti ka pas nëse është videoja gati. Unë kam talent flegju, vdes. Talenti imi vetëm është të fle. Unë kam talent flegju, vdes. Talenti imi vetëm është të fle. Dhe ata tjerë që kenë, që si talent a lypin vish me flajt në gjëmë, kështu që bravo motër, veç respektohet dhe trajtohet dhe trashe talentin. A ju, publik i dashur, mos harroni me i përcjell emisionet tona në rrjetet sociale, në Facebook, alsat.mk, në web faqen ose web portalin e televizionit alsat.mk, në TikTok videot, alsat_mk, dhe videot tona në televizioni Alsat në YouTube, ku e gjeni playlisten në Breaking News. Po gjithashtu i gjeni dhe gjitha prodhimet e tjera të televizionit Alsat. Deri në emisionin e 64. Mirë pafshim.